Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Gruaja shtatzën e Kozagut dërgohet me urgjencë në spital pas aksidentit të rënd. Një aksident tragjik ka ndodhur gjatë ditës së sotme ku është përfshirë Denisa Braçi, bashkëshortja e tiktokerit të njohur shqiptar me emrin Kozak. Sipas pamjeve të siguruara, Denisa shihet teksa transportohet me barel drejt ambulancës, ndërsa ekipet mjekësore ndërhyjnë menjëherë për t'i ofruar ndihmën e parë në vend ngjarje. Aktualisht nuk ka ende informacion zyrtar mbi gjendjen e saj shëndetësore apo rrethanat e plota të aksidentit. Ngelet në vijim të zbulojmë se si është gjendja e tyre duke uruar më të mirën.